Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, më datë 25 prill 2025 ka dorëzuar në gjykatën e posaçme kërkesën për konfiskimin e pasurive të shtetasve Erion Kasmi dhe Xhulian Xhafa në kuadër të procedimit pasuror numër 13 vitit 2023. Shtetasit Erion Kasmi dhe Xhulian Xhafa janë subjekte të hetimit pasuror pas regjistrimit të procedimit penal numër 300/2021 me akuzat për kryerjen e veprave penale. Mashtrim kompjuterik kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të bashkëpunimit të grupit të strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal parashikuar nga nenet 143B2, 28-4, 333 fraksionave 334 të kodit penal. Mbi bazën e dispozitave të ligjit numër 10.192/3/12/2009 për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, ndryshuar me ligjin numër 70/2017, janë kryer hetime në kuadër të hetimit pasuror dhe si rezultat janë identifikuar dhe sekuestruar pasuri të luajshme të paluajshme të personave nën hetim pasuror dhe personave të lidhur me ta. Në përfundim të hetimit pasuror numër 13/2023, rezulton se pasuritë e sekuestruara janë të pajustifikuara nga burimet ligjshme dhe prezumohet se janë rezultati veprimtarisë kriminale. Vlera e pasurive të sekuestruara për të cilat kërkohet konfiskimi është rreth 1.937.145 euro dhe 33.089.854 lek.